Dialogu Kosovë-Serbi ka ngecur prej shumë kohësh derisa zhvillimet e brendshme politike në të dy shtetet e kanë marrë vëmendjen kryesore. Megjithatë, derisa mendohej se ndërkombëtarët e kishin lënë në hije dialogun, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, bëri një lëvizje tepër interesante. Sorensen bërriti në një vizitë të paparalajmëruar në Kosovë ditën e njëjtë, nga ku më pas udhëtoi për në Beograd. Në vizitën e tij të dytë në Prishtinë, Sorensen u takua me kryenegociatorin e Kosovës për dialogun, Besnik Bislimi. I pyetur rreth vizitës, Sorensen tha shkurtimisht për gazetarët se jemi duke punuar dhe se ndodhej në Kosovë ashtu siç ja kërkon detyra si i dërguari i Unionit. Është një vizitë normale, siç mund ta shihni. Jam i lumtur që jam këtu dhe tani do të shkoj në Beograd e pastaj do të kthehem në Bruksel, tha ai. Qeveria në detyrë e Kosovës tha në një njoftim për media se Bislimi dhe Sorensen biseduan rreth zbatimit të marrëveshjeve të ndryshme të nivelit teknik, mirëpo si duhet parë kjo vizitë e paparalajmëruar dhe e mbyllur sa i përket diskutimeve. E në lidhje me këtë temë foli njohësi çështjeve diplomatike Sy Lukshini. Së pari, ai u shpreh se kjo vizitë e befasishme tregon sinjal se mund të ketë pasur lëvizje të rëndësishme në prapasken, po ashtu tregoi se çka do të thonë këto vizita të shkurtra në diplomaci. Vizita e befasishme e përfaqësuesit të BE-s Peter Sorensen në Prishtinë, sidomos pa ndonjë paralajmërim të qartë dhe pa shumë informacione për publikun, nënkupton se mund të ketë lëvizje të rëndësishme në prapasken. Në diplomaci, vizitat të tilla të shkurtra dhe diskrete shpesh lidhen me përpjekje për të kapërcyer ngërçe ose për të përcjellë mesazhe të rëndësishme jashtë syrit të mediave. Mundësitë janë disa, ose po përgatitet një dinamike e re në dialogun Kosovë-Serbi, ose ka ndonjë shqetësim që BE-ja dëshiron ta adresojë shpejt, ndoshta lidhur me implementimin e marrëveshjeve ekzistuese. Pa shumë transparencë mbi përmbajtjen e takimit, është vështirë të jepet një vlerësim i plot, por fakti që ky takim ndodhi është tregues se procesi i dialogut nuk është statik dhe BE-ja po kërkon mënyra për ta mbajtur atë aktiv. Po ashtu, Këshini e mirëpriti vizitën e Sorensenit, megjithatë tha se duhet të jenë më të hapur me publikun sa i përket diskutimeve dhe qëllimeve të tyre. Kjo ishte vizita e dytë e emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Pavarësisht se nuk pati shumë informacione nga delegacioni i Sorensen, unë mendoj se zëvendës kryeministri Besnik Bislimi duhet të jetë më i hapur me mediat dhe publikun vendor lidhur me procesin e dialogut, i cili duhet ta pranojmë se nuk ka pasur ndonjë progres. Edhe vetë marrëveshja e Ohrit ka mbetur pa u realizuar, në vend të parë për shkak të jo seriozitetit të BE-s dhe të palës serbe, e cila ka bërë me dije nga fillimi se nuk do të komplementoj pjesët e marrëveshjes që do të nënkuptonin njëje de jure apo de facto të Kosovës. Edhe në takimin e fundit midis Sorensen dhe Bislimit, edhe pse nuk pati shumë ide, por formulime se në takim fokusi do të jetë tek zhvillimet e fundit, lidhur me procesin e dialogut dhe sfidat që mbese përpara, unë mendoj se BE-ja ka mbetur peng i plotësimit dhe akomodimit të kërkesave të Beogradit për formimin e asociacionit dhe më pas krijimin e terrenit për hapjen e kapitullit të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Gjithashtu diplomati përmendi edhe formimin e qeverisë së re, derisa tha se BE-ja duhet të ndryshojë qasje, pasi tash sa kohë nuk ka pasur progres në këtë aspekt. Është e qartë se BE-ja me padurim po pret formimin e qeverisë së re të Kosovës, me qëllim që ta rinisë dialogun e Brukselit, i cili në 4 vitet e fundit nuk ka shënuar ndonjë përparim konkret.